Sa qef. Do t'i bëjmë një surprizë Izmirit. Nuk e dim nëse do të emocionohet njësoj sikur se është emocionuar kur ka marrë medaljen. Izmir kam gati 12 vjeç që e njoh, nuk është se i është bërë një surprizë në tillë. Kështu që tani që ka dalë kampion e Europës është surpriza e parë që i vjen edhe në media, edhe nga shoqëria. Ngelet edhe Sa minuta? Edhe 1 minutë, është 23:59. Imagjino mos të hapi Izmir. Izmir të hapë se s'bën, po. Izo, ku je? Në radhë parë të uroj të bërë 100 vjeç, sa më shumë fan, mbarësi, lumturi dhe inshallah kampion bote në gush në Londër. Faleminderit. E, po zbrit poshtë, se dëgjoj dot, ose dil jashtë, nuk dëgjoj se kam një muhabet me ty. Ja, ta si bëj minutë. Okej, hajt. Po të marrë vetë, ta. Hajt. Për te i pjesës menaxherale të gjës, si shok çfarë vlerëson më shumë? Vlerësoj është një shumë i mirë, ka zemë shumë mirë, është shumë i dashur, shumë korrekt dhe ka gjithë mirë. Asi është vllai i vogël, po në fakt nuk e di kush është më i vogël nga ju të dytë se me trup më duket ja ka kalu. Po më duket se emocionet më të mëdha i kishte Asi sot derisa të përgatisnim surprizën dhe çdo gjë të shkonte okay. Ti si ndihesh një? Si fillim doja t'i uroja vllait tim dhe 100 vite të lumtura. Jam shumë krenar për suksesin që ai ka arritur deri më sot. Unë e di që fjalët e mira janë kështu të parat që thuen edhe thuen lumpa. Ka ndonjë vest keq ky Izmiri? Ja, keq. Izmiri ka një vest shumë. A ka ndryshuar ndonjë çik raporti me ty pasi ka marrë titullin kampion? Edhe më e ofër. Kam përshtypjen që nuk është nipi vetëm. Çfarë ka diferencuar Izmirin nga niprit apo mbesat e tjera për të qenë aq afër zemrës edhe për të qenë shoku ngushtë siç thotë që është? Është shumë i dashur. Edhe ka lëndi tjera. E qysh i vogël. Pas punu Milan vete se kanë mendimin e tjatit. Më arrit të kosht. Por edhe kena më të afër. Gjithmonë ndoshta ndryshojnë kohët kur kena thënë që Izmiri, i ka thënë Izmiri, këto janë argjet e mi, tash vjen kohë me thënë ndaj, që Izmiri është nipi jon. Përveç se shok edhe instruktor, ja i që gati je për të kriju një libër me gjithë poezitë e krijuara dhe rimat për Izmirin, po më ndaj njërën prej tyre. Sot gjithë ditën tu mendu, inshallah Izoja ka me fitu. S'kam lanë vend, foton tonë dhe po postu. Si me kanë, tip t'u garu për mu. Gjithë Serbia ka më qunë kam. Emrin tënë kanë me pas shtirë me të thonë. Kanë ba me e ditë se qëfar djali je, dhe ato kanë me bërtit olele, olele. Zjati, goxha ajo festa mbrëmshme? Zjati pak me tonë drejtën. Ishte një gjatë shumë e bukur, sepse ishte hera parë që unë e festosha ditëlinjen këtu domethënë në Shqipëni. Dhe isha me miqtë e mi më të mirë dhe ja kalu me shumë bukur. A jeti kështu tip surprizash? Ke qef të bësh surpriza apo të bëjnë surpriza? Qa tip jeti? Unë kam qef, jam tip surprizash. Kam qef me bëjë surpriza, edhe më pëlqen edhe surpriza normalisht. Me qenë se jemi në pedonale edhe dje festove ditëlinjen me miqtë tu më të ngushtë në Shkodër, sikurse pak herë ka ndodhur, si janë lidhjet e tua me këtë qytet? A janë të forta lidhjet me Shkodrën? Atëherë Shkodër na dona shumë fort, se këto jena rrit, këto na njohin tonë, domethënë, këto më dojnë tonë fort, domethënë, jam krenaria e Shkodër. A gjëja parë kur kam fitu, kam thënë, kam bërë krenare Shkodrën rrallë parë, mos na jeton Shqipëni. Qa ke marrë ti nga Shkodranë? Ndoshta humorin, pas po filloj tash me Barceleta. Se është erët. Më tregon ndonjë kujtim nga fëmijëria, se kam përshtypjen që kujtimet lidhen me këtë qytet përveç se edhe me sportin. Diçka nga fëmija, faktikisht në qej vogël që në moshën 8 vjeçare jam marrë me atletik.
Je marrë me atletik? E marrë me atletik edhe qysh, domethënë qysh atë momentin se kam dalë hala deri sot. Në fakt ka shumë sporte të tjera që janë edhe më popullore se atletika. Po, unë kurioz jam të di cilat kanë qenë lidhjet e para me këtë sport. Pse atletika? Jo, ashtu është, po me thonë drejtën kam pas si futbollin. Si tonë fëmijë, domethënë ne sotëm se gjoja e parë do me hin futboll me lut me top. Edhe vetë për baba do të rrallë para atletikën. Po kur shkova aty në atletikë, domethënë pavi trajnerin Vildan Tufi. Edhe tha babës këtë ma lënë këtu, thëmë, që ta bëjshëm, thëmë si ta bëbajt në disa vjetë. Edhe, domethënë, nuk m'la baba më thënë me vazhdu futbolin, më tha merë me atletik, është sport individual, medalja është vetëm e jote, domethënë, nuk është kolektive. Është një gjallë që e përjeton vetëm ti. Kur je sportist, normalisht që e ke jetën më të organizuar edhe regjimin edhe kërkesat një qik më strikte. Të ka ndodhur të privohesh nga kënaqësitë e tjera, sidomos kur ke qenë fëmijë apo adoleshent, nga fakti që je marrë me sport? Me thënë drejtën, gjithmonë kam qenë si pak si fëmijë lvizshëm. Edhe gjithmonë kam pas probleme, domethënë, në këtë kuptimin kështu me shtëpisë. Jo, hajde në shtëpi, po shah si ke stërvitje. Na kanë pëlqyer dhe pak qefet, kena kanë kështu. Po në shkollë të toleroni një çik për faktin që ishe sportiste dhe kisha angazhime dhe përkushtime dhe nga ana e sportit? Ka me toleru, kanë toleru, por unë kam pas qef shumë shkollën, edhe jam përkushtu shkollës. Cause day and night, the lonely loner seems to free his mind at night. He's all alone through the day and night. Po sa i takon në raport me shoqërinë ose disa vite më përpara, ku ndoshta ishe diçka më i vogël dhe nuk e dije se sa doje dhe sa do arrije. Evidentoheshe në shoqëri? Evidentohesh, Që do të thotë ky është Izmiri, për shembull, edhe gjithnjë ka vëmendjen e të tjerëve. Jo, në gjithmonë kam ndajt i njëjtë. Po jam një shumë i thjeshtë. Një shoqni që një atë kam prap. Por që, domethënë, në kur rri me shoqni, domethënë, tanë kuën e kam pas me endë stërvitje. Edhe gjithmonë i shprehshë, domethënë, objektivin tem, domethënë, që më arrit dikun moje. Që po s'arrishën moje me këtë sport nuk e përfitim. Cila ishte batuta që të bënin ose që të bëjnë më shpesh? Jo, thjesht domethënë, ku del ti kampion Europën bashkë. Se më kanë pakshë domethënë tanë kuën në për lëvizje. Por që më kanë dhënë shumë kurajo, më kanë dhënë mbështetje. Mendohet edhe kjo gjë, se të mendosh ta kesh jetën kaq të kornizuar, kaq të organizuar, vjen një pikë që ndoshta edhe mund të lodhesh, po kur shpërblehesh me çmimet me cilat ti je shpërblyer, kam përshtypjen nuk ka kënaqësi më të madhe. Është një kënaqësi e madhe, pavarësisht se nuk janë çmimet që duhet mollon një kampioni të Europës, por që nuk e di, unë kam objektiva tjera, nuk jam i kënaqur me këtë që kam arrit. Shohim. A vuan, a e përjeton një çik të presionin e të tjerëve, apo është një presion që ja vendos ti vetes për të arritur këtë lloj Ja, vetë presion. Mu më sanojmë duhet me lanë shumë gjana. Që duhet me përkushtu, domethënë, është vera para. Po. Ne s'mundem me shkuas në plazh, me bëhet qef, domethënë. Tani botrori është në gusht, më duket, ë? Në gusht. Me 5 gusht. Pas asaj festës së mbrëmshme, normalisht na duhej një kafe për të hapur syt, po mëngjeset e tua në përgjithësi si nisin? Mëngjeset e mia nishin pothuajse kështu. Unë pi, domethënë gjithmonë e pi kafen e natës me trajnerin tim me babën. Po se piva domethënë nuk mes dita. Kështu na mësu, edhe kështu do të vazhdoj. Tani që ke fituar titullin kampion në një vend vogël siç është Shkodra, ku gjithë njerëzit tuaj se njihen me njëri tjetrin, kam përshtypjen është rritur një çik dhe populariteti dhe ndoshta merr edhe shikime të çuditshme, admiruese dhe respekti kur kalon këtu në rrugën pedonale. A të pëlqen kjo lloj vëmendjeje edhe protagonizmi? Atë me thonë dhe kanë ndryshuar shumë gjëra, sidomos se kjo pjesë. Por që ka shumë e vështirë, domethënë, me moj këtë pjesë. Është e vështirë, Vështirë. Dhe kam menduar krejt ndryshe për që të jesh sportist absolutisht ka nevojë për ego, për ambicie, të pëlqen kjo ndjenja e protagonizmit. Në jetë ti si je nga këto njerëzit që duan të jenë gjithnjë në qendër të vëmendjes, ti pëlqejnë protagonizmi. Je kështu? Unë jam i djalë që kam shumë ego, kam shumë ambicie për me jetë para. Nëse do më bëj diçka, unë e bëj. O e bëj o s'ka. Çfarë të thonin miqt kur ti ishe kështu i fokusuar tek stërvitja, edhe ata ndodhin të kishin një jetë një çik shumë më të çrregullt, më të harrakatur?
Jo, kur bashim kështu, dhe me thonë për dreka, për darka, Shkoja? Okej. Nuk e shkoja, por u qoja pak ma herët. Okej. Dhe kisha në hade stërvitje, edhe më do të me pëshu. Kur ke angazhimet shumëta pak kot mbetet e lirë, në kohën e lirë çfarë ke qef ti të bësh? Jo, me thonë drejtën, unë edhe kohën e lirë kam qef me e lidhë me sportin, dhe me thonë përveç atletikës, në bana një grup show që i kom lujmë volejbol, basketbol, dhe me thonë e kalejmë kohën një super. Më tej që je djalë ambicioz edhe i ke të qarta gjërat që do të arrish, po kam përshtypjen ka diçka që të mungon tani, një gjë që kështu në dëshirat e tua do doje ta kishe të realizuar tani, cila është? Ti isha kampion botës. Ashtu a? Ai është fokusi kryesor. E kam honor domethënë. A të mërzit kjo lloj jete? Vjen një pikë se ti je vetëm 24 vjeç. Sot je 24. A të mërzit? Vjen një pikë që mërzitesh nga kjo lloj jete? Për të zgjedhur diçka tjetër? Jo, thjesht domethënë ma përpara, kur nuk e vlerësosha shumë, thjesht o mërzitja dhe jam mua disa herë me elon sportin. Si thosha, nuk ja vlen domethënë me bërë sport për kaq sa na japin. Por tash normalisht na janë hap rrugë, edhe do t'i përkushtona më shumë. Meqense sot bëre 24 vjeç, edhe dje ditëlindja nisi siç duhej, më trego urimin më special që ke marrë sot për ditëlindje. Njëri duhet këtë lënë më shumë bresa, kam përshtypjen. Urimi më special. Thjesht ishte sot kur erdhi në nana, më puthin faqe, më thau bashkë 100 vjeç. Prindrit ndodh të jenë gjithnjë kërkues për fëmijët e tyre. Babi më thej që ishte nxitës, që ti të merresh me atletik duke qenë se ishte vetë sportist. Po mami nga ana tjetër, ka dashur që të bëje këtë që po bën tani? Apo tani që ka medalje në shtëpi është më nxitse dhe gjërat kanë ndryshuar? Mami më thonë drejtën tash e bën nxitse. Tash e din dhe me thonë që unë kam talentin, edhe që kam shumë mundësi për ma rrit para. Thjesht dhe me thonë, si nana, si baba kanë pjesën të regjimit. Tek regjimi. Problemet e mia më të mëdha me ta janë pjesa e regjimit, as i gjatë tjetër. Në fakt kam më shumë kuptim të flasim për sportin, teksa ti stërvitesh në vendin ku ti ndodh stërvitesh, kështu që me shumë qejf do doja t'i bashkohesh edhe unë stërvitjes tënde, pak ngordalaqe unë, po gjithsesi dua të shoh si stërviten kampionët, edhe ndoshta të di diçka më nga afër për atletikën. Po mirë. Pim kafen, shkojmë te stadiumi. Super. Apo bëjmë në gjiro bashkë. Okej. Twerk it, baby. Atje të prita unë ty, tani ndruam rolet. Erdhëm në vendin tënd, te fusha, do stërvitemi një çik bashk. Të është të po aty në këtë formë, po kam frikë. No, mos tjetë. ja fut kohë. Mos si e fillon stërvitjen? Ja, bëjmë disa gjiro këtu, pastaj bëjmë xemin. Stretching, do ushtrime. Sa vite mban mend stërvitje te kjo fusha? Ja, këtu kam 15 vjet stërvitje. Ashtu, ha? E maj mend stadiumin e vjetër, që kena hek, më sanoj kur fillaj të u bo kjo, si bashim stërvitjen pedonale. Bëni stërvitjen pedonale? Po. Te gurat bën stërvitje? Po se dhja ke vura janë në Kapaqistani, bashim stërvitje aty. Por që se di këtu, dhe më kur vi këtu nihem si në shpi tema, kuptën, si me kanë shpi. Jena mësu këtu jena rritë. Përveç se je stërvitur, kam përshtypjen shumë shpesh ka ndodhur e ti është ullur në shkallët apo në ndenjëset e stadiumit. Po, jena ullë dhe me thanë vetëm kur ka pas neshe. E qartë. Se jena dhe tifoza në vllaznis. Sporti që ti bën ti thej që është sport individual edhe do të duhet që të karikohesh vetë edhe për energjinë, edhe për pasionin, edhe për egon. A ka rëndësi ndjenja që ti merr nga publiku në momentin që ke njerëz që të suportojnë kur ti ja aty duke konkuruar? Ka shumë, normalisht po ta shpjegoj edhe tashim Beograd. Unë kisha familjen teme dhe shoqërinë teme aty që ardhëm në po. Unë deri në këcimin e fundit nuk i kisha burej, sepse ishte stadiumi plot me 12.000 vetë. Dhe deri në këcim fundit unë isha i treti me rezultat.
Në cim fundit se di niva të bërtit fort edhe ishin qu ta në kam, jepi Izo. Se di, mora një forcë, mora kurajo, domethënë mora. Thuaj që ka ndikuar edhe ajo? Ka ndiku shumë. A fillojmë stërvitjen? Fillojmë. A të bëjmë i qik vrap? Je gati? Gati jam unë. Tani stadiumi në fakt duket shumë i bukur, i tërë, i rrethuar, i rregulluar, po kam përshtypjen nuk ka qenë gjithnjë kështu. Ke pas situata të sikletshme në të cilat ka ndodhur gjatë këtyre viteve stërvitje? Situata sikletshme kena pas, po ma shumë me thonë deri nga kënë situata qesharake. Të tipit? Të tipit për shembull, kur bashim gjithë të stërvitje, se kena kanë shumë veta, kur nisë njëni stërta ne, tjetër nisë këtu, si ishim shumë kabëk, edhe u shkapeqin ko me njëri tjetër. Me njëri tjetër. Dhe me thonë, vetëm rritë tanë, mas nëjtë tanë stadiumit të qesh. Njerëzit janë shumë të rëndësishëm se t'japin energjinë që duhet edhe motivimin përpara garave të rëndësishme. Po kam përshtypjen pa besim nuk bëhet asnjë gjë. A beson ti në ndonjë fuqi tjetër të tipit të besosh fort në Zot apo të kesh ndonjë ritual tënd, diçka të cilën e bën gjithnjë përpara një gare të rëndësishme? Faktikisht pa besim nuk ecet. Unë besoj shumë Zot edhe kisha, domethënë sidomos te kjo garë unë kisha shumë besim se doja arrisha. Ashtu? Nuk e di pse, po më karikunen edhe fjalët e njerëzve, shumë njerëzve. Por ka disa momente kështu të pa bukur, domethënë që më uroshin kështu në Facebook që përpara finales, përpara kualifikimeve për finale më shkruajtën uroj tha që të paktën tha të ishte deri në finale. Edhe unë niva pak keq me thonë drejtë, se unë pretendosha për kampion. E kuptoj, ndërkohë që pritshmëritë ishin pak të ulta duke marrë parasysh sido që të jetë që jemi një vend si Shqipëria. Që ishte Europë, edhe ata thanë kështu, uroj që të shkosh të paktën deri në finale. Të paktën. Ti është mua din si marrë dhe thash, ta po e shohim. Ta po e shohim, pra cili ka qenë komenti më i çuditshëm që ke marrë pasi ke mbaruar garën edhe ke ardhur me medalje? Të tipit njerëz që nuk kanë besuar tek ti edhe pastaj e kanë parë që ti ke dalë kampion. Çfarë kanë thënë këta njerëz mosbesues pasi ti ke marrë atë medaljen? Thjesht në kërkojnë besu shumë veta, edhe kur kam dalë, kam pasurime dhe ti çma nuk kretë më zi, që e ti kështu. Ashtu, Si ka mundësi që arritë me dalë kampion e Europës. Më tregoj një gjë të çmendur, gjën më të çmendur që ke bërë ti për stërvitjen apo për të arritur ato që ke dash. Thjesht për shembull tregoj raste, sidomos kur shkoshim në gara në Tiranë. Thjesht nuk e di pse po federata nuk lejohet, domethënë që me his sportistat me bën zemën brenda stadium, edhe do të më bë jashtë ambienteve stadiumit. Edhe na Si jashtë stadiumit? Jashtë fare? Domethënë nuk na lejoshin me hin pistë, thjesht ishte një rregull që me hi 10 minuta përpara garës. E kuptoj. Edhe ne nxemin do të më bënë për pllaka, ne për gjana. Kurse unë hisha tinzosh, shkalosha hekrat. Ashtu ë? Edhe më thesha aty në gjyqtarëve aty në. Kanë kap ndonjëherë? Kanë kap disa herë. Më kanë nxjerrë jashtë prapë më hi domethënë. Kurioze jam të di si e projekton ti veten pas një 5 viteve, se sido që t'jetë, çdo gjë e ka ciklin e vet, edhe fundit ndoshta do t'i vi edhe për hir të faktit se do të vi mosha për ta lënë sportin. Si e projekton, si e ke menduar? Me thonë drejtën, kam menuar disa gjëra, por thjesht kam një objektiv tjetër gjatë këtyre viteve, se normalisht edhe 4-5 vjet është maksimumi që mundesh me dhënë, por që mrapa thjesht do të merrem normalisht trajner atletike do të bëhem se s'bën se ja kam pasion. Edhe e kam domethënë honor me stërvit dikën që më arrit me bë kampion. Një, dy. Çfarë do të Më thash çfarë po i mungon të kësaj bisedës tonë deri më tani. Po është një gjë kështu e vogël, komplet e parëndësishme fare. Po që kështu nga mesi intervistës ndodhe edhe të ti verboj syt. Është medalja e artë. Sa kilo është kjo gjë? Apo s'është kile? Se tani fillojnë ofertat për të ta këmby. Kur të ngelesh keq ndonjëherë? Po kjo është, kena luftu shumë për këtë medalje.
Qa ndjesje ishte? Sportiste Kur e more dhe ishte e jotja? E ka anër, dhe me thonë, me pas një medalje t'ilë në qafë, kënë nuk ka vlerë. Është, dhe me thonë... Simbolika që fshihet pas kësaj. Simbolika, është, dhe me thonë, në më servit është 15 vjetë, dhe me thonë, të menu veç për me marrë këtë medalje. Por, dënë shumë punë kjo medalje edhe mu mrojt, nuk ka gja vogë, me daman që është fitu, po. Duhet më mrojt edhe me luftu për me jetë s'para. Këtu thot ti e long jump man. Po. Burri i kërcimit për së gjati. Ti e ky. Unë jam. Ti e ky. Po ta vendosun këtë, bëhem unë long jump woman? Ja, po sot e mërej të këtë, sot më ki mujtë. Ja, s'kam mujtë, po të paktën jam përpjek të vi, si i thuhet në gjuhën tuaj mas fije. Po. Është ajo që ti ka arritur. A ka një objektiv tjetër që fshihet? Po faktikisht nuk Në ato dëshirat e tua? Nuk ishe i kënaqur me këtë rezultat, por sepse në stërvitje kam kap 1.830. Ashtu, ha? Po. Edhe pretendosha shumë më tepër, por rëndësi ka vendi herë se sa rezultati. Rëndësi shpesh me marrë medaljen. Kë kishe konkurrent më të fortë? Ose të paktën nga gjitha garat në cilat ke marrë pjesë, kush të rezultojnë që ka tiparët që mund të japë më shumë në kërcimin për zgjati? Kush tet? Ishe suedezi, i cili doli me barazim rezultatit, me mu, doli i dyti, por që e kam pas konkurrent shumë fort, sa vjet, nga gjithë më ka mujtë faktikisht. Unë të uroj t'i arrish gjitha objektivet e tua, e di që në sport nuk nevojiten shumë fjalët, po nevojitet puna, përkushtimi, këmbgulja, mbi gjitha pasioni që ti ke për këtë që bën, pavarësisht vendit ku ti stërvitesh edhe fanellës që ti përfaqëson. Ti na ke dalë të na bësh krenar edhe unë ja kalova me vërtet shumë mirë të jem në këpucët e një sportist i cili është kaq modest, po që arrin kaq shumë në jetë. Faleminderit shumë, edhe vetë du më falenderu ju për këtë gjahë të veçantë, dhe me thonë që bame, edhe për surprizën e mbrëmshme. Shkoft mbar. Faleminderit.